Sahih Bukari 1144 thot ta. Një person u përmend para profetit, le i thanë se ai kishte fjetur deri në mëngjes, le nuk ishte ngritur për namaz. Profeti tha, shejtani i ka pish në vesht e tij. Ka marrua këta vllazën, po. Dëgjoni, atë na shpjegimi ka ardhur. Muhamedi thot që nëse ti nuk ngritesh në mëngjes me lut namazin, a di pse nuk e ke një hoxhën ka bërtit? Se shejtani, i thonë në malsor, t'ka pshur në vesh. Pshur shejtani natën e ti fjen, e hoxha bërtit e natë, Allah, e ti. Kush ka fajin? Shejtani. Shejtanit pshurën vesh, shejtanit rrin hund, shejtanit futet në goj, po ti ma mirë me vra vetin. A nuk mund kjo Allah me truaj pe i shejtanit? Unbelievable! Lazën, ju qini musliman, lexoni e ju vetëm. Sahih Bukari 1144. Një person u përmend para profetit, le i thanë se ai kishte fjetur deri në mëngjes, le nuk ishte ngritur për namaz. Profeti tha, shejtani i ka pish, i thonë me namajsort, i ka pshur në vesht e ti. Jo vetëm një veshën, te dy vesht. Okej, tash, me logjik, nëse je u fjalje kështu, ai shejtani më pshur këtu, atë na duhet më këtu e kryet kështu, e më pshur edhe këtu. Vllazën, kush që beson këta more vllazën? Arjanit Krasniqi thot, unë jam ish musliman, i kom shura